Në klinik ju dëgjova fshehurazi se nuk duhet i thot pacientëve ose pacientes nuk e mbaj mend mos të hyjnë gjinak, jo. S'ka gjë. Kur ju ishit në klinikën tuaj ju dëgjova se i thot pacientes që nuk duhet ta hani reçelën, duhet t'i hani po me masa, jo ta kalosh. Po ju atë ditë kishin ngrënë në shtëpi petulla me reçel. Dhe më bëfshin mirë, sepse unë nuk jam kundër reçelit, përkundrazi, nëse do shikoni regjimet e mia dhe kryesisht për fëmijë, reçeli është pjesë e regjimit ushqimor, por gjithmonë i cituar i gatuar në shtëpi dhe pa sheqer, kurse sa i takon petullave, patjetër, nëse ne konsumojmë 2 sa për qef ose pankeke dhe kështu me radhë, por nëse i bëjmë edhe me miell integral, miell tërshëre, miell hikërori, miell gështenjash e të tjerë, sigurisht që nuk bën asnjë dëm. Kundrazi mbetet i shëndetshëm, po ashtu edhe gjalpi i fshatit, po ashtu edhe ai gjalpi i shkrirë që tash na e kanë nxjerrë me termin gia, thua se çfarë po ham në një gjë të re, është thjesht gjalpi i shkrirë, kështu që nuk kam bërë gabim Nikola. Okej. Edhe këtu prap 2-0.